paraprakisht me psikologun që e pata në studio, kemi folur për personat të cilët janë përmbushur, kanë familje, kanë fëmijë, kanë punë, kanë pasuri, por janë të palumtur. Një boshllëk të cilën se gjenë shpirtin e vetë, siç tha Lavi, e kom gjetë veten, e kom njohur veten. Në një errësirë kur personat që kalojnë lodhen edhe ma nuk kanë besim as te njerëz as kur gjë. Sa mendon që mund ta përmbush këtë palumturinë e tyne lidhja me Zotin, edhe ki raste që mund është me nda me neve, me njerëz që kanë ardhur të lodhur, të pa shpresë? Tani njeriu mund të ketë të gjitha. Por nuk mund ta ketë qetësinë shpirtërore nëse nuk e ka besimin te Zoti Xheleshanu. Sepse qysh kërkon trupi ynë ushqim, ashtu edhe shpirti kërkon ushqim. Ne mund t'i afrojmë trupit çdo të mirë, por nëse shpirtit nuk i afrojmë atë që e pastron,